A keni përgjigje kritikar se kryeprokurori Zanula Gashi keni debatuar në kohë. Vetëm se është pjesë e lëvizjes vetëndosje. Qysh është pjesë e lëvizjes vetëndosje? Kështu është po. Më vjen shumë keq, por kryeprokurori Zanula Gashi nuk ka ardhur nga rruga që të bëhet kryeprokuror. Ai ka qenë kryeprokurori për krizë themelore. Prandaj këto deklarata të është pjesë e lëvizjes vetëndosje përbes janë qesharake. Dhe nuk e di se nga kush kanë ardhur, por janë, si me thënë, përpjekje dashakeqe për me dëmtu një proces që ju gjithë e keni parë, që është mbikëqyrë edhe nga organizatat kredibile të shoqërisë civile dhe po ashtu edhe nga partnerët ndërkombëtar. Partnerët ndërkombëtar e kanë përshëndetur këtë emrim, ndërsa organizatat e shoqërisë civile më kanë bërë thirrje që sa më shpejt të emërohet kryeprokurori i shtetit, duke pasur parasysh që Kosova është më shumë se 4 vite me UD kryeprokuror të shtetit. Unë zotit Gashi uroj sukses dhe punë të mbarë në punën e tij. Është shumë e rëndësishme ajo çfarë ja kam thënë në takim në ditën kur e kam emëruar që mandatin e tij, përgjegjësinë e tij ta ushtroj me përgjegjësinë më të lartë institucionale, me integritet të lartë profesional e moral dhe me përpjekje maksimale për të luftuar krimin e organizuar, korrupsionin, në mënyrë që në Republikën e Kosovës të mos ketë zyrtar të korruptuar që ndihen të paprekshëm dhe të mos ketë përpjekje për të destabilizuar në çfarëdo forme ndonjë pjesë të territorit të Republikës Kosovës, siç ka ndodhur referuar sulmit në Banjsk apo në Ibërlepens. Pra është shumë e rëndësishme që detyrat të kryhen me profesionalizmin më të lartë. Ata që thonë që është në vetëvendosje, le të vazhdojnë ta bëjnë.